Alba Story prezanton. Jam një djalë 33 vjeç dhe babai im është 54. Babai është një biznesmen shumë i njohur në qytetin tonë dhe ka një kompani ndërtimesh. Ai është i ndarë nga gruaja e tij e parë, pranë nga nëna ime, dhe ka shumë vite që janë ndarë. E pas një kohe të gjatë që jetonte vetëm dhe merrej vetëm me biznesin, ai u njoh me një grua tjetër. Ajo është fiks në moshën time, 33 vjeçe. Ne nuk është që ishim ndonjë familje tradicionale. Ata të dy nuk ishin të martuar me letra dhe as nuk kishin ndërmend të bënin ndonjë dasëm. Thjesht babai i kërkoi asaj të jetonin bashk në shtëpinë tonë. Që në ditët e para, situata në shtëpi mori një drejtim krejt tjetër. Fakti që unë dhe ajo ishim moshatar e bënte gjithçka me të thjesht për komunikim. Babai rinte gjithë ditën në kompaninë e tij të ndërtimit. Ne pinim nga një kafe në këmbë dhe ai ikte me nxitim për të ndjekur punimet e pallateve, ndërsa kthehej shumë vonë në mbrëmje. Kthehej shumë shpesh i lodhur dhe mezi fliste, e kështu që unë dhe ajo mbeteshim shpesh vetëm në shtëpi. T'ju them të drejtën, ajo ishte një grua shumë e bukur. Ishte shumë e kujdesshme me veten dhe vishej shumë bukur dhe shumë ngushtë. Filluam të pinim kafe në mëngjesit për ditë së bashku. Bënim biseda të gjata për çdo gjë. Nga që babai ishte i ftohtë në natyrë dhe s'kishte kohë për romancë, ajo e gjente atë shoqërinë dhe muhabetin tek unë. E vërteta ishte se unë kisha një pëlqim të madh për të. Nuk e shihja si njerëk, sepse nuk kishin asnjë lidhje të tillë zyrtare. Ajo ishte thjesht e dashura e tij që jetonte me ne. Dhe duke qenë se kishim të njëjtën moshë, kufijt mes nesh po zbeheshin çdo ditë. Unë fillova të gjeja mënyra për ta ngacmuar lehtë. I bëja komplimente çdo ditë për trupin e saj. I thosha, sa mirë të rrinë këto pantallona. Ti kufizojnë të gjitha format dhe duke shkëlqyer. E kur donte të dilte në qytet për të bler diçka, unë merrja makinën time dhe i ofrohesha gjithmonë që ta dërgoja. Pastaj bënim xhiro edhe nëpër qytet. E çoja shpesh tek parukierja, kur ajo rregullonte floket, unë prisja në makinë për jashta ose ulesha tek ndonjë lokal ngjitur. E ajo pasi dilte, e lavderoja gjithmonë për modelin që bënte. Ajo rinte gjithë ditën me buzë në gaz dhe vlerësonte shumë atë vëmendje që unë po i jepja. E shihja që i pëlqente kur ishte në shoqërinë time. E ndërsa, me ardhjen e verës, babai ishte në kulmin e punëve të sezonit. Ai mungonte edhe në fundjavë, e unë dhe ajo, për të thyer vapen dhe mërzinë e shtëpisë, filluam të dilnim nëpër pishina jashtë qytetit. Shkonim bashkë me makinën time. Gjenim shezllone pranë njëri tjetrit dhe rinim gjithë ditën aty duke biseduar. Laheshim në pishinë, pinim pije të ftohta dhe flisnim pafund. Aty e vërtetova që edhe ajo kishte të njëjtin pëlqim për mua. Muhabetet tona ishin bërë shumë të lira. Qeshnim më të madhe dhe kur nuk e përmendnim babain tim kur ishim jashtë. Ne ishim thjesht dy njerëz, moshatar, rreth të 30-tave, që po kalonim kohë të bukur bashk. Në fund të majit, erdhi një moment që ndryshoi gjithçka. Babai më tha se do shkonte jashtë shtetit
për disa takime pune dhe do të kthehej pas 3 ditësh. Të shtunën e mëngjes, ajo zbriti në salon e veshur holl dhe më tha se kishte lënë një takim me një shoqen e saj të ngushtë për të shkuar në plazh. Ma tregoi saktësisht se në cilin plazh do të shkonin dhe tek cili lokal do të uleshin. I thash vetëm t'ja kaloni mirë, por pa i dhënë asaj asnjë shenjë se kisha ndonjë plan. Sapo ajo doli, unë mora në telefon një shokun tim. I thash të bëhej gati menjëherë sepse do të shkonim në plazh për gjithë ditën. Unë nise me makinën time dhe unë e drejtova rrugën fiks tek lokali që më kishte thënë ajo. Arritëm atje rreth drekës. E plazhi veç se kishte filluar që të mbushej, pasi që akoma tërësisht nuk ishte ai kulmi i sezonës. Por unë e gjeta shpejt çadrën e saj, e ne ecëm në përër, sikur po kërkonim një vend të lirë, dhe gjoja rastësisht dolën fiks përpara tyre, e ajo bëri sikur u çudit pak. Ua çfarë rastësie, më tha ajo, edhe ju këtej pas keni ardhur. Ndërsa unë e pyeta nëse mund të bashkoheshim me to, e ajo pranoi pa asnjë problem. Kaluam një ditë shumë të bukur. Shoku im gjeti gjuhën e përbashkët me shoqen e saj dhe u futën në det, ndërsa unë u ula te karrigja afër saj, e biseduam të qetë në hije pa u nxituar për asgjë, ndërsa po thurnim një plan. Kur pasditja po i afrohej fundi dhe njerëzit filluan të largoheshin, vendosëm që të ktheheshim edhe ne. Shoqja e saj duhet të ikte diku tjetër, ndërsa shoku im gjeti një shok të vet dhe ikën me makinë tjetër, kështu që mbetëm vetëm ne të dy. Ndenjëm vetëm edhe 10 minuta, por nuk po na rrihej aty. Ajo mori çantën e plazhit dhe hipi në makinën time që të iknim. Rruga e kthimit kishte plot makina. Të gjithë po iknin nga plazhi, e trafiku ishte paksa i rënduar. Ndërsa sa po u nisem ne, fillua me një heshtje. Unë po jepja makinës ngadalë, ndërsa ajo rrinte e mbështetur tek xhami duke parë rrugën. Ishim tërësisht vetëm dhe unë gati po dridhesha. Doja të bëja diçka, por nuk dija. Kisha qëndruar plot një ditë së bashku me te dhe nuk më shkohi në shtëpi. E për të shmangur trafikun e rënduar të rrugës, unë vendosa të devijoja nga rruga kryesore. Ktheva makinën në një rrugë dytësore që kalonte mes ca fshatrave e ishte një rrugë e pashtruar mirë. Më pëlqente ajo qetësi, e pasi ecëm për disa kilometra në atë rrugë të ngushtë, pash në anën e djathtë një hyrje të vogël që të çonte tek një livadh i madh i gjelbëruar. Kishte pemë të larta e ishte një vend ku nuk dukej që kishte ndonjë njeri rrotull. E kështu ngadalsova makinën, ktheva timonin djathtas dhe u futa brenda në atë livadh, duke lënë rrugën pas. E fika makinën sa po u futa tek bari, dhe e gjithë zhurma pushoi me njëherë, ndërsa ajo e dinte se ku po shkoja. Sa po u ktheva nga ajo, e isha ulur tek sedilja e shoferit, ndërsa ajo ishte tek e pasagjerit, ajo zgjati dorën dhe hoqi rripin e sigurimit, edhe ajo u kthye plotësisht nga unë. Ajo mblodhi këmbët e saj mbi sedilje dhe i mbështeti gjunjët pas kryeskotit të makinës, duke gjetur hapësirë në atë vend të ngushtë. Vendosa të dyja duart e mia në të dyja duart e saja dhe po ledhatonim duart e njëri tjetrit, ndërsa ja kapa fytyrën me duar dhe fillova ta puthja. Ajo me puthe me shumë pasion,
E sa mirë që dinte të puthte ajo, po me çmend të fare. Po putheshim, po ledhatoheshim. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.